një ndër qëllimet e mia personale që kam unë si kandidate për deputete që synoj të jem në parlamentin e Shqipërisë minimalisht në 4 vjeçarin e ardhshëm në parlamentin e ri, është që dua me shumë fuqi ta kthej vëmendjen e qeverisë drejt Shkodrës. Dhe një nga pikat kryesore të cilën unë dua ta kthej vëmendjen e qeverisë në Shkodër, sigurisht përveç paketave të emergjencës të cilët janë paketa kombëtare, jo vetëm për Shkodrën, por specifikisht në Shkodër, dua që të rikthehet edhe një herë aeroporti i Shkodrës. Është një fushë që është në grud, është një fushë e cila ka ekzistuar edhe më parë, por në vëmendjen e qeverisë së Partisë Demokratike, ai aeroport do tentojmë që ta rikthejmë edhe një herë dhe ta bëjmë funksional. Çfarë synoj unë me këtë aeroport? Synoj që sigurisht pjesa e aeroportit nuk është diçka që do bëhet as brenda 100 ditëve, as brenda 1 vjeçari, as brenda muajve të parë të qeverisjes sonë. Ky është një projekt i cili ka një vizion më të largët, le të themi. Pra ndoshta mund të përmbushet brenda 4 vjeçarit të parë të qeverisjes. Me anë të këtij projekti, ne synojmë që zhvillimi ekonomik të qëndrojë në Shkodër. Pra Shkodra të bëhet një metropol i zhvillimit ekonomik, siç është metropoli Veriut, Shkodra e meriton që ta ketë një aeroport. Në mënyrë të tillë që të zhvillojë sa më shumë edhe turizmin. Turistat që vinë të qëndrojnë në Shkodër dhe jo të vinë turista. Ju e keni parë vetë, vinë turista, qëndrojnë një mbasditë ose një mesditë dhe kthehen edhe një herë nga aeroporti që ato vinë.